Deputeti socialist Pandeli Majko, kryeministri i Shqipërisë në periudhën e luftës në Kosovë, i ka përsëritur kreut të qeverisë kosovare Hashim Thaçi dëshirën e tij për të nisur procedurat për marrjen e shtetësisë së Kosovës. Gjatë një vizite në Prishtinë, Majko u prit nga kryeministri Thaçi, ku temë kryesore e takimit ishte marrëveshja e arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sot pata emocionin e veçantë, tiri përsëris kërkesën mikut tim edhe kryeministrit të Shtetit të Kosovës që të m'japi nderin dhe kënaqësinë që shpejt të filloj procedurat për të marrë shtetësinë e Shtetit të Kosovës. Është gjë më lehtë e mundshme, do me dy dorë të jemi mirëkupres dhe me zemër gjithashtu me shpirt që kjo të ndodhë në tarmë shumë të afërt. Deputeti socialiste e cilësoi marrëveshjen Prishtinë-Beograd si një moment sfidues, por që ka fituar një përkrahje të gjerë të klasës politike. Kam përshtypjen që pala serbe shumë shpejt do kuptojë se ajo që serbët në fundit kanë fituar nuk është se janë fitore të shtetit të Serbisë në Kosovë, por janë fitore normale të një minoriteti serb i cili duhet të fillojë dal nga dal, siç ka filluar një pjesë tjetër, më në perëndim apo më në jug, të jetoj normalisht si qytetar të shtetit Kosovës. Shumë shpejt, shpresoj, edhe antar i Kombeve të Bashkuara. Kryeministri Thaçi ka informuar ish-kryeministrin shqiptar Majko për implementimin e kësaj marrëveshje dhe për aktorët që do të marrin pjesë në të, duke nisur nga NATO dhe EULEX, ndërsa në konferencën për shtyp rikujtoi miqësinë me Majkon në periudhën e luftës, në vitet 1998-99, kur ky i fundit ishte kreu i qeverisë shqiptare.